por nuk është në dorën tonë. Besoni, jemi përpjekur maksimalisht, kemi ofruar kompromise, koncesione, por nuk u bë. Dhe tash sa i përket gjuhës, nëse shikoni ju se çfarë na kanë thënë, na kanë quajtur neve, është pakrahasueshme me çfarë mund t'i ketë thënë ndonjëri prej nesh atyre një herë. Është dallim jashtëzakonshëm. Unë nuk besoj që ka pas në Republikën e Kosovës në kryeministër më të ofenduar e sharë se sa. Ma gjenë, shikoni në për arkiva, edhe mbledhni të gjitha dhe e janë në konkluzion, në base edhe faktik statistikor. Por edhe njëherë po e theksoj çfarë kam thënë disa muaj më herët, problemi i mos pajtimeve nuk ka të bëjë me gjuhën që përdoret. Sepse çka i kanë thënë ta njëri tjetrit, e janë bërë bashkë, or do të ishte e pashpjegueshme. Janë në pikë pyetje, së në pyetje interesat. Lëvizjeve vendosin qeverisje, unë si kryeministri i Republikës, duket që duke bërë gjëra të mira për Kosovën, kam prish disa pazare e kumari. Po ky s'ka qenë qëllimi. Qëllimi im nuk ka qenë kjo prishje atyre pazareve të kumarit. Qëllimi im ka qenë bëj mirë për Kosovën. E tash që duke bërë mirë për Kosovën, disa i humbin privilegjet nga pazaret e kumarit, s'ka çfarë i bëj. Dhe ankesat e tyre nuk mund të më ndalin mua dhe as qeverinë e Republikës Kosovës, qoftë detyrë ose fuqi plot. Por nëse ju megjithatë insistoni që na qenë ka gjuha problemi, pse të mos bëhet fjalë në hollë kryetar komunën në ushtri? Dhe të vendosja me dhe të bashkë. Pse aty s'po bëka? Çfarë të keqe i ka thënë Sulejman Meholli, kryetarit të LDK-s, ose në anëtarit kryesisë që tash nuk po bëka, i mbështetshëm nga LDK-ja koalicioni në ushtri. Edhe njerë të theksoj, ka të bëj pazare, kumari, interesa, nuk ka të bëj për fjalët e përzgjedhura ose jo në deklarimet. Ndërkaq që sa i përket koalicioneve përbes mas këtyre 8 muajve, unë nuk e di që mund të pysni për koalicione. Dhe thënë është më vështirë tash të bëhen koalicione, pakrahasimisht se sa le të themi para 8-9 muajve apo një viti. Për shkak të vonesave dhe pengesave që janë shkaktuar, duke mos harruar që ato duhet të numërohen realisht prej 15 prillit të këtej, se deri në 27 mars nuk kemi certifikuar zgjedhjes. Dhe në këta 6 muaj e gjysmë gati, mbi 5 muaj janë duke e pritur gjykatën konstitucione, ku lëvizjave vendosje dhe unë si kryeministër nuk e kemi dërguar asnjë ankesë. Ankesat i kanë dërguar të tjerët dhe i kanë shkaktuar vonesat e pengesat. Prandaj, në këtë atmosferë si jemi tani, unë nuk shoh mundësi për koalicion, por në zgjedhjet e ardhshme do ta keni atë që në fakt nuk është së ditur. Një lloj referendumi. Midis asaj çfarë kemi parë në këto 4 vjet e gati 8 muaj të qeverisë sonë dhe të asaj çfarë kishim të parë. Urdhëroni.